Kanë mbetur edhe pak ditë deri në mbajtjen e seancës konstituitive të legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës, megjithatë ende ka paqartësi në atë se si mund të duket qeveria e re. Kjo për shkak se asnjëra parti nuk e ka fituar shumicën dhe partitë politike nuk po janë shumë të qarta në lidhje me koalicionet dhe vijat e kuqe mes tyre. Mirë po kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, befasoi me deklaratën e tij të fundit. Ai deklaroi se nëse dështon Albin Kurti, partia e cilit ka dalë para në rezultatin zgjedhor që ta formojë qeverinë e re, PDK do ta bëjë atë në një afat rekord. Sipas Krasniqit, atyre do të duhen vetëm 48 orë për ta përfunduar të gjithë procesin. Nëse Kurti do të dështonte, ne për 48 orë i takojmë pakicat. Për ne ka qenë e rëndësishme edhe para qytetarëve me tregu një shembull ndryshe prej Kurtit, shembull të respektimit të vendit tonë, të ligjeve, të kushtetutës sonë. Për 48 orë ne e kryjmë në momentin që Kurti dështon, për 48 orë me takime me krejt bahen, veç ai e ka radhën, u shpreh kreu i PDK-s. Kjo në mënyrë të tërthort po konfirmon se partitë opozitare kanë arritur një marrëveshje për qeverinë, ose thjesht është mënyrë për të bërë presion ndaj partisë fituese, lëvizjes vetëvendosje. E për këtë çështje në një prononcim ka folur njohuesit e çështjeve politike. Së pari profesori Feyzullah Berisha tha se formimi i qeverisë së re po del të jetë një sfidë delikate për Kosovën. Sipas tij, deklarata e fundit e kreut të PDK-s ka një peshë të shumëfishtë politike. Pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, ku lëvizja vetëvendosje ka dalë partia e parë, procesi i krijimit të qeverisë mbetet një ndër sfidat më delikate të periudhës paszgjedhore, veçanërisht kur fituesi nuk arrin të sigurojë shumicën absolute dhe është i detyruar të hyjë në negociata me partitë të tjera. Në këtë klim politike, deklarata e Memli Krasniqit, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, ku ai shprehet se në rast të dështimit të Albin Kurtit për të formuar qeverinë, PDK-ja do ta bëjë këtë brenda 48 orëve, ka një peshë të shumëfishtë që meriton interpretim të gjerë si në rrafshin politik, ashtu dhe në atë strategjik dhe institucional. Po ashtu Berisha në prononcimin e tij parashikon një skenar të mundshëm që partitë opozitare po mund të planifikojnë prapaskena. Në këtë rast ai tha se mund të ketë marrëveshje të heshtur me qëllim që të largohet edhe Kurti nga pushteti. Skenari i parë sipas tij është një sinjal i qartë për një marrëveshje opozitare të prapaskenës. Deklarata e Krasniqit nuk është e thjeshtë apo spontane. Përkundrazi, ajo mbart një sinjal të qartë se opozita ka zhvilluar negociata intensive në prapaskenë dhe ka arritur një marrëveshje paraprake politike për krijimin e një shumice alternative përballë vetëvendosjes. Kjo përforcohet nga elementet e mëposhtme, si koordinimi midis subjekteve opozitare, PDK, LDK dhe AAK. Në rastet kur një lider opozitar shprehet me një siguri kaq të lartë për krijimin e qeverisë në 48 orë, është e qartë se strukturat politike janë në komunikim aktiv dhe të avancuar. Ka të ngjarë që ndarja e posteve të larta qeveritare si kryeministri, ministrit kyçe, posti i kryetarit të kuvendit të jenë diskutuar dhe harmonizuar më herët. Gjithashtu, Berisha dyshon për një marrëveshje të heshtur me subjektet minoritare. Në konstelacionin parlamentar të Kosovës, sipas tij, subjektet e komuniteteve pakicë luajnë një rol thelbësor për krijimin e shumicës. Po ashtu pika e tretë e dyshimit të tij është se fronti opozitar anti-Kurti si katalizator i unitetit të përkohshëm janë bashkuar. Faktori bashkues i opozitës mund të mos jetë programi i përbashkët qeverisës, por vetë dëshira për largimin e Kurtit nga pushteti. Ky fenomen është i njohur në sistemet parlamentare kur partitë bëhen bashkë rreth një vizioni të përbashkët, por për të ndalur një figurë dominuese politike që perceptohet si autoritare apo arrogante, nënvizon eksperti. Në vazhdim, profesori përmend edhe një skenar tjetër që eventualisht mund të fshihet pas deklaratës së Memli Krasniqit, e që ka të bëjë sipas tij me presionin e shtuar ndaj Kurtit dhe tensionimin e opinionit publik. Përveç një paralajmërimi të qartë për një konfigurim të ri opozitar, kjo deklaratë mund të jetë pjesë e një strategjie të menduar për të rritur presionin ndaj Albin Kurtit përmes këtyre elementeve. I pari është reduktimi i hapësirës së manovrës për vetëvendosjen. Duke shpallur se opozita është gati për qeverisje, Krasniqi kërkon të parandalojë çdo zvarritje taktike të Kurtit, i cili në të kaluarën ka tentuar të prolongojë negociatat për të forcuar pozitat e tij. Synimi i dytë është tensionimi i opinionit publik dhe ndërkombëtar. Deklarata e tij ka një efekt psikologjik dhe tek opinioni publik kosovar, por edhe te faktori ndërkombëtar, duke sinjalizuar se nëse Kurti dështon, atëherë ka një alternativë të gatshme dhe stabile për qeverisje. Kjo rrit presionin diplomatik dhe ndërkombëtar ndaj VV-s që të jetë fleksible dhe bashkëpunuese. E treta është projektimi i PDK si një parti e përgjegjshme dhe e gatshme për pushtet. PDK përmes kësaj deklarate rikonfirmon pretendimin e saj për të qenë forca politike më
e organizuar, e cila edhe pse nuk ka dalë para në zgjedhje është gati ta udhëheqë Kosovën përmes një shumice parlamentare legjitime, shpjegon Berisha. Megjithatë, profesori nuk përjashton mundësinë e protestave nëse opozita ja merr qeverinë, lëvizjes vetëvendosje dhe Kurtit. Nëse skenari i marrëveshjes opozitare realizohet dhe vetëvendosja mbetet jashtë qeverisë, pavarësisht se ka fituar zgjedhjet, kjo do të ngrijë pyetje të mëdha për legjitimitetin moral të qeverisë së re, megjithëse juridikisht do të jetë shumë e ligjshme. Këtu kemi të bëjmë me një dilemë të konstitucionalizmit funksional në sistemet parlamentare, ku Berisha shpjegon se partia fituese, megjithëse nuk ka shumicën, edhe koalicionet opozitare të përkohshme mund ta formojnë qeverinë, shpeshherë pa përfaqësuar realisht shumicën e votuesve. Kjo mund të rrisë polarizimin politik në Kosovë, të sjellë protesta qytetare dhe të rrezikojë stabilitetin institucional, veçanërisht në një vend ku ndjenja e votës dhe përfaqësimit është shumë e ndjeshme. Më tutje, profesori e krahason situatën politike në Kosovë me disa shtete siç janë Spanja, Bullgaria apo dhe Izraeli. Krahasime ndërkombëtare të ngjashme sipas tij kanë në Evropë dhe Ballkan. Një ndërto është Spanja e vitit 2016 kur Partia Popullore doli e para në zgjedhje, por nuk kishte shumicë për të krijuar qeverinë, vetëm pas disa muajsh negociatash dhe presioni nga mbreti, por dhe Bashkimi Evropian u arrit një marrëveshje e brisht për formimin e qeverisë me mbështetjen e disa partive më të vogla. Rasti i dytë është ai i Bullgarisë në 2023 kur partia fituese nuk arriti të bënte qeverinë dhe opozita krijoi një koalicion të rotacionit për të ndarë pushtetin në periudha të alternuara si kompromis për të evituar zgjedhjet e reja. Po ashtu viti 2021 në Izrael kur Netanyahu fitoi shumicën e votave, por një koalicion i gjerë kundër tij me forca të djatha, por edhe të majta, formoi qeverinë duke e përjashtuar nga pushteti. Në fund, Berisha zbërthen strategjinë e gjithë kësaj deklarate të Memli Krasniqit dhe retorikën politike që fshihet pas saj. Deklarata e Memli Krasniqit është më shumë se retorikë politike, është një shenjë e koordinimit opozitar, një mjet presioni publik ndaj vetëvendosjes dhe një sinjal për opinionin ndërkombëtar se Kosova ka një alternativë qeverisë së të gatshme në rast të dështimit të Albin Kurtit. Ajo gjithashtu shton tensionin politik në një moment delikat institucional dhe ndriçon e ndekun midis vullnetit elektoral të qytetarëve dhe konfigurimeve të mundshme parlamentare që mbartin rrezik për delegjitimimin politik të institucioneve, destabilitet për Kosovën dhe polarizim të mëtejshëm, përfundoi analizën e tij Feyzullah Berisha. Kurse Muhamet Kelmendi tha se nëse qeveria formohet nga partitë opozitare, kjo do të jetë shkurtër. Ai tha se procesi i formimit të qeverisë është fillimisht në dorë të lëvizjes vetëvendosje. Formimi i qeverisë nga opozita nëse partitë e tilla si LDK, AAK dhe Nisma janë të pajtimit që së bashku me PDK-n të krijojnë qeverinë, kuptohet se qeveria krijohet për një kohë të shkurtër, e tëra varet aktualisht nga lëvizja vetëvendosje, shpjegoi profesori. Mëtej ai tha se varësisht qëllimeve të vetëvendosjes mund të formohet edhe qeveria. VV ka mundësi që me mjete juridike dhe me zbrazti kushtetuese të zgjas ndërtimin e kuvendit dhe të qeverisjes. Kjo varet nga ajo se si lëvizja vetëvendosje e shikon të ardhmen e vet, nëse dëshiron të mbetet në qeveri apo të dalë në opozit. Nga ky qëndrim varet dhe ndërtimi i qeverisë, përmbylli Muhamet Kelmendi analizën e tij.